Blidhemi sot, sepse nën kontraktori që ka ardhur këtu, na ka cënuar pronën në vlerësimin e saj. Kontratën e kemi bërë para 10 vjetësh, e kemi bërë për 4 milion dëlymin. Ndërsa ndërrohen kontraktorët, bëjmë pazare me pronën tonë. Ne e kundërshtojmë këtë me forcë dhe nuk do t'i lëmë të futen në pronën tonë. Prona është e shenjtë. Nuk e bëm neve kontratën, e bën ata. Dhe ata që e bën të përgjigjen, edhe shteti, që është në mes. Shteti duhet përgjigjet për para nesh. Këta që kanë ardhur këtu në fuqi, me gjithë këtë popull janë tallur e para. E dyta, ne të gjithë kemi në një kontratë që e kemi bërë me firmën. Unë kam 6 vjet pa e marrë. Atëre. Përveç këtyre gjërave që këta me të drejtën e tyre, në punën e tyre, në hallet e tyre, këta më shihen si minjët, se edhe origjinën që ande e kanë këta. E kupton? Ky popull nuk është vlerësuar prej kohësh dhe është tallur, vjen unë për shembull kam marrur mbi 50 herë këtu. Edhe që thonë, je burri mirë, je kështu, je ashtu, edhe më falësh që kemi një shprehje në muzikar, në fund të vitit do minit. E kuptove? Sot e kemi herën e dytë vim për para zyrave të bankersit për të marrë përgjigjen zyrtare. Përgjigje zyrtare nuk na është dhënë dhe neve tani do ta përshkallëzojmë protestën tonë në vend burim. Njëkohësisht do të bëjmë një peticion t'ia dërgojmë krimit ekonomik, sepse kompania na ka marrë tokat, na i ka zaptuar dhe nuk na ka dhënë dëm shpërblimin. Neve nuk vlerësohemi. Ju keni bërë një kontratë? Kemi bërë kontratën, po deri në prill për shembull që unë e kam pasur, jam i shlyer nga prilli e këtej, unë e quaj zaptim të pronës time. Jo vetëm të familjes time, por edhe të gjithë këta këtu kanë që nga janari që u është zaptuar prona.